kur ishte ndrimi rojave bregdetare, që mos pikashin nga rojat bregdetare, ato do gjenin momentin më të përshtatshëm që ata të kalonin në drejtim të Korfuzit me anë të një dysheku, noti që ditë më përpara, si duket, e kishin bërë plan dhe kishin bërë prova që për të parë sa mund të nëtonin dhe cilat do të ishin kushtet atmosferike, pra më të përshtatshëm për të arritur në drejtim të Korfuzit. Atëre vim pak tek një element që mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishëm, siç the ti, ndoshta gjetën momentin e dur që atë natë të paktën simbas atyre që kanë treguar ka qenë një natë pa hënë dhe ndoshta kjo ka ndihmuar në ikjen e tyre duke marrë parasysh dhe rojet bregdetare. Te ky element janë verifikuar dosjet dhe çfarë tregojnë rojet bregdetare të atyre viteve, dokumentacioni i policisë, i degës së brendshme të atyre viteve të Sarandës. Atëherë duhet të thonë për hir të vërtetës se ne në sezonin më parë kemi kontaktuar me zotin Vejz Hadëri, i cili atë kohë ka qenë ish shefi policisë në qytetin e Sarandës. Kemi pasur një bisedë të gjatë me të dhe e kemi transmetuar dhe në emisionin ton. E kemi pyetur gjërësisht rreth kësaj historie. Natyrisht pretendimi i tij i parë ka qenë se kanë kaluar shumë vite dhe nuk mban mend. Megjithatë, thjesht e mbante mend si ndodhi si ngjarje, pasi kanë qenë të pakta rastet kur djemt sarandiot kanë tentuar pra të largohen me not në drejtim të Korfuzit dhe natyrisht mbahet në mend në memorjet e tyre. Por zoti Vejz ka deklaruar se ai të paktën nuk mban mend që të jetë regjistruar në regjistrat e policisë asnjë vrasje nga ana e rojave kufitare. Aq më shumë që të paktën në atë kohë ishte edhe ligji që nuk lejonte që të qellohej mbi asnjë person që tentonte të kalonte ilegalisht kufirin. Thjesht kapeshin dhe burgoseshin, pra ishte një motivacion thjesht për shkeljet kufirit, por jo një arsye pra që qelloheshe mbi ta dhe të mbeteshin të vdekur. Paktën këtë gjë ka deklaruar ai. Por ne kemi tentuar të pyesim zotin Vejz edhe për detajet e tjera, pasi siç e ndoqëm edhe nga inserti, është marrë vesh se disa ditë më mbrapa, pasi mendohet se djemt të jenë larguar në drejtim të Korfuzit, në afërsi të ish cirkut të Sarandës, të parkut të lojrave pra, sarandiotët mund ta dinë shumë mirë se ku është ai vend që tashmë nuk është, janë gjetur disa rroba të gjakosura. Vetë zoti Muhamet Stari na ka deklaruar se këtë gjë e ka nxjerrë krejt rastësisht teksa ka qenë prezent në një nga vizitat e tij rutinë që shkonte shpeshherë në Sarandë, në familjen e Valter Brinjës për të pyetur se çfarë është bërë me djemt, nëse ka mbritur ndonjë lajm apo ndonjë thashë them i ri se çfarë ka ndodhur pra me ikjen e të dy djemve dhe rastisht ka marrë vesh nga vllai i Valterit, nëse s'gaboj, se janë gjetur rroba të gjakosura dhe i ka njohur se kanë qenë të në xhipit. Megjithatë, më mbrapa janë mohuar nga familjarët dhe kanë thënë se nuk kanë qenë në rrobat e në xhipit. Por këtë kemi tentuar ta pyetim personalisht Vejz Hadërin, pasi të paktën mendohet se që në atë kohë është bërë një denoncim dhe duhet të ishte hapur një dosje, dhe nëse në këtë dosje ishte një dëshmi e tillë, pasi normalisht duke marrë për bazë dhe datën kur ata ishin nisur, duhet të verifikuar dhe çdo lloj elementi i dyshim që mund të kishte lidhje me ikjen e tyre. Kemi pyetur edhe për këtë detaj, nëse është i shkruar në regjistra, pra është evidentuar, por ai e mohonte këtë gjë të tillë dhe thoshte se nuk mban mend të ketë patur pra asnjë ngjarje të tillë nëse do ishte shënuar në ndonjë dosje, në ndonjë flet të regjistrave të tyre që janë gjetur rroba gjakosura dhe të mos jenë evidentuar, të mos jenë verifikuar se kujt i përkasin edhe me çfarë historie lidhen. Pra, sipas degës së brendshme të Sarandës të atyre viteve, nuk është i regjistruar asnjë incident i cili ndoshta përkon me historinë e të dy djemve. Pra, si të Nexhip Starit, por dhe të Valter Brinjës. Do të vazhdojmë me këtë histori, presit telefonojnë të gjithë ata që na ndjekin në këtë momente nga Saranda, qytetarët e Sarandës dhe që kujtohet kjo histori, do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe kthehemi më njëherë. Gjëktheq, pi dhe të rinë me nesi janë mërzitshëm. Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor i përgjithshëm, Western Union. Gjërat më të çmuara mbahen pranë. AMC Karta, Friends and Family. Zgjidhni 3 numra, 2 AMC dhe 1 kombëtar dhe flisni më shumë me tarifa të ulta. Telefononi falas në numrin 141 për të regjistruar grupin tuaj, Friends and Family. AMC, është mirë të jesh i pari.
tani nëpërmjet menys AMC Easy. Blini 40 minuta dhe flisni 8.3 lek për minutë pa TVSH, drejt rrjeteve kombëtare. Vitrina, formim profesional i garantuar. Kurse për mbi 100 profesione. 1, 2, 3, 6 dhe 9 mujor. Grafist, kuzhinier, menaxhim, teknik, parukeri, arkitektur, ekonomiste e shumë të tjera. Ju vetëm zgjidhni. Tregoje veten. Mos rri po duku. Eksperiencë në treg dhe mundësi pafund për të gjithë. Për çdo regjistrim, minus 40% ulje. Vitrina. Farfan, ka rëkosimi dhe Samoa, 1-0, minuta 65, Sherald dhe Samoa, Schalke në avantash, shtokohet rezultati në Kelsen Kirchen, vendasit e ka gjetur golin. Si në qëndër, Karek, tentoni goditje, të devijuar në shtyllë më pas së Svidic, por të përgjatisur 1-0, 1-0 Manchester United, minuta 91 shtokohet në fund rezultati. Në teatrin e ëndrave, Manchester United 1, Sunderland 0. Amari ka dribluar bukur kundërshtarin e tij. Është zon. Godet 1-0. 1-0. Amari e 48 minutë, Juventus 1 Torino 0. Shpërthen Olimpico i Torinos. Shpërtohet rezultati. Carvalho Amari. Sjell kjo goditje. Beckham. Koni dhe 1-0, i shkëlqyer David Beckham, minuta e 33, Milan avantash, në San Siro shëron parçeria i David Beckham. Digital ofron çmim fantastik për dekoderin satelitor High Definition me abonim premium. Nga 26.900 lek bëhet 39.500 lek. Se mos i tregon njeriu ti, a? Po ç'ne, as mos e çon në përmend. Duke filluar nga data 5 shkurt. Nxitoni. Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor gjeneral.
Po, ky ka qenë, ky person ka qenë. Aha. Po? Po, cili ka qenë informacioni?